qëllim së bashku me zotërin Jashari, me qenë se kemi qenë shumë herë së bashku në emision gjatë atyre përpjekjeve për një seancë konstituive të kuvendit, cilat janë pritjet tuaja për ditën e nesërme? Pritjet e mia janë që thot populli kur dojnë me punu marrë mirë, me përkthy në terma ma konkret kur ka vullnet politik, besoj që gjithçka do të ecë ashtu siç është planifikuar, sepse tashme disa prej barrierave të cilat kanë qenë ose i kanë shpik herën e kaluar, tashme nuk janë, duke qenë se ka ndryshuar rrethanat politike, kjo legjislaturë ka një përbëmje ndryshe nga ajo e kaluar. Siç po tha edhe në raportin e gazetarës, tashme dihet që partia më e madhe e lëvizjeve të vendosje nuk do të ketë problem që të zgjedh kryetarin e kuvendit dhe të zgjedh të cilin do përcën që ajo dëshiron, duke qenë se i ka numrat, i ka 57 vota dhe i ka me gjysmën e deputetëve të komuniteteve, është arrihet kvorumi i nevojshëm dhe arrihen votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit ose kryetares së kuvendit, e gjithashtu ato vota, pra 61 vota janë më së nevojshme edhe për votimin e qeverisë dhe nëse ka pengesa ato janë vetëm mund të jenë politike, po kurse nuk janë pengesa për shkak të dilemave ligjore ose paqartësive ligjore. Gjykata kushtetuese edhe me aktgjykimin e fundit e ka sqaruar edhe deri në detajin e fundit, donse sipas meje dhe shumë juristëve ajo ka qenë vetëm se qartë.